Shumë shqiptarë që jetojnë jashtë vendit mbajnë me vete jo vetëm kujtimet e vendlindjes, por edhe dëshirën për të rikthyer një ditë dhe për të investuar në tokën ku kanë rënjët. Historia e Mario Zanajt është një prej atyre rrëfimeve frymëzuese që dëshmojnë se suksesi ndërtuar në emigracion mund të kthehet në vlerë për Shqipërinë. I diplomuar dhe i formuar profesionalisht në Itali, ai zgjodhi të rikthehej në Vlorë për të hapur biznesin e tij, duke sjellë përvojën, kulturën e punës dhe standardet europiane që fitoi gjatë viteve të jetesës jashtë vendit. Sot përmes servisit Auto Garage Zanaj, Mario synon të ofrojë një shërbim modern dhe cilësor për drejtuesit automjeteve, duke treguar se investimi më i rëndësishëm nuk është vetëm kapitali financiar, por edhe dijet dhe përvoja e fituar ndër vite. Historia e tij nis në vitin 1998, kur familja Zanaj, si mira familje shqiptare të asaj kohe, u detyruan të largoheshin drejt Italisë në kërkim të një jete më të sigurt dhe me më shumë mundësi për të ardhmen. Babai i tij Rushdiu, oficer në profesion, vendosi të emigronte për të siguruar familjes një jetesë më të qëndrueshme. Pas disa viteve në Lecce, familja u vendos përfundimisht në Vicenza, në veri të Italisë, ku Mario u rit, u shkollua dhe u formua si profesionist. Ja si kujton Mario momentet e largimit nga vendi dhe vendosje në Itali. Unë u largova në Shqipëria në 98, isha në moshën 4 vjeç dhe u larguam për trazirat që ishin atë kohë. Sa kishte mbaruar lufta civile në 97-ën, edhe familjarisht mori vendimin babi që u larguam drejt Italisë. Si fitoni ato momente kur e lanë Vlorën dhe do të shkonit në një vend të huaj, ku do duhet që të integrohesh aty? Pra ishte e vështirë? Isha i vogël, po kam disa kujtesa si ka qenë Vlora atëherë dhe ndryshimi që është bërë, që e komplet një vend shumë i pazhvilluar, shumë i pasigurt, kujtimet vogla që kisha kur isha i vogël. Kur erdhëm në Itali, normale që ai ndryshimi me Gdiak ndihesh, se e komplet një ambient tjetër, zhvillim tjetër, një mentalitet tjetër edhe të njerëzve. Edhe gjatë kalimin e kohës, pastaj ju përshtat ambienti se isha edhe shumë i vogël, kështu që normale duke u rritur aty ju përshtata në mënyrë pothuajse perfekte në ambientin e Italisë. Formimi dhe përvoja në Itali ishte një tjetër shkollë. Babai Marios punoi për vite me radhë si montator mekanik në fabrika të ndryshme, duke siguruar mbarvajtjen e familjes. Ndërkohë Mario dhe vëllai i tij Arbri ndoqën shkollën në Itali, ndërsa nëna shpëtime e ndante jetën mes Italisë dhe Shqipërisë, duke qenë gjithnjë ndihmë familjes. Gjatë qëndrimit në Itali, Zanaj vazhdoi studimet dhe u diplomua në degën e mekanikës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, ai mori një ofertë pune nga një prej koncesionarëve më të njohur, sikundër është Fiati. Përkushtimi dhe puna e tij bën që brenda 17 viteve të ngjitej në disa nivele të karrierës, deri në pozicionin e drejtorit të servisit. Në moshën 18 vjeçare, ai mbaroi liceun teknik dhe mori diplomën si teknik mekanik. Mario tregon se gjatë shkollës së mesme është praktikuar në një servis të përgjithshëm makinash, u bëri praktikën profesionale për 5 vite rresht. Pas diplomimit me rezultate të shkëlqyera, u kontaktua pikërisht nga koncesionari markave të Fiatit. Oferta për punë erdhi me njerë dhe aty Mario do të kalonte më shumë se 16 vite, duke ndërtuar karrierën e tij profesionale. Una u diplomova në moshën 18 vjeç në shkollën, se aty është 5 vjeçare shkolla e mesme, edhe u diplomova për mekanik, perit mekanik i thonë ata andej. Gjatë kohës së studimeve, ky koncesionari Fiatit më kishte bërë ofertë pune mbas shkolle. Dhe kur mbarova pastaj studimet që u diplomova, unë kisha ndërmend të shkoja, në fakt të vazhdoja universitetin, po më bërën një ofertë pune ata dhe e lash, u diplomova dhe u lidha direkt me Fiatin. Aty kam 17 vjet që kam punuar, madje fillova si ai fëmia i vogël që mban dritën mekanikëve më moshatar, domethënë më me eksperiencë, dhe mbarova si drejtor servisi në korrik të 2025-s. Përfundova që dhash dorëheqjen se erdha këtu, domethënë. Dhe si është të punosh në koncesionar shumë të rëndësishëm si Fiati? Fiati është një ambient pune me standarde shumë të larta. Servisi, ideja aty që servisi të ngjante si një farmaci, dhe në fakt edhe sheshi që ngjyrë bardhë, aq pasërtiqe, aq rregulla. Kishim kurse azhornimit të obligueshme,
standarde pajisje të teknologjisë të fundit normale që kur punon për firmat mëdha si kjo lloj ke standarde shumë të larta pune dhe edhe kurse azhornimi shumë të mira, domethënë në nivel shumë të lartë, çdo model të ri që dilte, çdo teknologji e re që dilte, ne ishim domethënë në atë parët si mekanik duke punuar në Fiat ose të gjitha emrat e tjerë që janë Volkswagen ato, po si mekanik ne ishim të parët që merrnim kursin, pastaj vinte të tjerët që kishin kështu servise gjenerike e tjera. Për kushtimi dhe profesionalizmi Mario Zanajt do të tërhiqte vëmendjen e pronarit të Fiatit që nuk do të vononte për t'i bërë një ofertë konkrete, edhe pse vlonjati ishte në një moshë të re. Ofertën e punës ma bëri shefi atij servisit, pronari atij servisit dhe pranova, domethënë ai ma bëri ofertën se funksiononte kështu, ata më të mirët që dilin me vota më të larta në shkolla, këto vendet më të mira si Volkswagen, Benz, Fiat, këto i seleksiononin mekanik të rinj që kishin nevojë sipas nevojave për servise dhe mua më rastisi Fiati që më bëri një ofertë dhe e pranova. Mario e kishte një pasion që i vogël dhe ajo ishte pikërisht mekanika, duke qenë në rastet e rrallë që ëndrat e një fëmije bëhen realitet. Kam pat një pasion që kur kam qenë i vogël jam marrë gjithmonë me zmontime, motora, këto motora 2 gomë, 2 rrota që ishin atë kohë, këto Ciao, Vespa, këto dhe kam pat gjithmonë si pasion. Për atë e bëra këtë shkollë, domethënë. Jo. Në familja asnjë jam i pari, është një pasion im dhe jam i pari që merret me këtë zanat. Erdhi momenti që prindrit Shpëtime dhe Rushdi në vitin 2010 të riktheheshin në Vlorë, por Mario do të qëndronte në Itali. Ai ishte integruar dhe deri më tani nuk e mendonte ende rikthimin. Prindrit e mi u kthyen në 2010-ën, kur dolën në pension dhe u kthyen këtej. Unë atë kohë isha 18 vjeç, sa i kisha bërë. Në fakt nuk e kisha fare ndërmend të kthesha në atë periudhë në Vlorë, se isha edhe integruar shumë mirë në ambienti ku isha, me shoqërinë, me shkollën, me punën, kështu që nuk e kisha fare në mendje dhe plus unë sa kisha filluar që një vit që kisha filluar punën te Fiati dhe nuk kisha eksperiencën e dur, sikur edhe po të kthesha dhe të bëja në një punë këtu ose të lëvizja në një vend tjetër. Kështu që shfrytëzova edhe atë okazionin që mu dha për punë dhe në fakt se kisha fare në mendje në atë kohë. Se që akoma Shqipëria drejt zhvillimit, po nuk që akoma në një pikë që ma mbushte syrin, si mund ta themi mua. Të bëja këtë ndryshim, domethënë na standardi ku isha të kthesha në Shqipëri. Se mendoja që një standard më i ulët, jetese, pune e të gjitha në atë kohë. Por edhe pse jetonte dhe punonte në shtetin fqinj, Mario nuk u shkëput kur nga vendlindja. Çdo verë apo festë e rëndësishme e gjente në Vlorë, pranë familjes dhe të afërmve. Megjithatë, dëshira për t'u rikthyer në Vlorë nuk u shua kur. Ai tregon se prej vitesh ndiqte nga afër zhvillimet që po merrte qyteti dhe kjo e binte se kishte ardhur momenti për të investuar në vendin e tij. Mario, pasi ishit integruar mjaft mirë në Itali, ju arritët që të merrni një vendim për t'u rikthyer në Vlorë. Pse? Po, në fakt kisha disa vite që po e mendoja këtë gjë, se duke parë edhe zhvillimin që po ndodhte në Shqipëri dhe sidomos në Vlorë që është qyteti im, fillova më të rishte, se unë gjithmonë kam marrë çdo vit për pushime. Edhe patjetër që edhe qyteti ka qenë gjithmonë shumë qytet i bukur, por zhvillimi edhe mundësitë e punës, zhvillimi ekonomik më të roqi që të kthesha. Dhe në fund, në janar të 2025 fillova që mendova këtë gjë, që thash do e marr këtë vendim tani dhe avash do filloj të spostoj, domethënë të lëviz dhe të hap servisin. Puna në Itali dha jo vetëm njohuri të thella teknike, por edhe mësime të vlefshme për menaxhimin, marrëdhëniet me klientët dhe organizimin profesional. Pikërisht këto përvoja u bën themeli mbi të cilin do të ndërtonte më vonë biznesin e tij në Shqipëri, në qytetin e tij të bukur, Vlorën. Të gjitha dijet që përfitohen në Itali i ktheve në Shqipëri në këtë investim, në këtë servis i cili është vendosur në një nga zonat më kryesore të qytetit. Servisin e takësove me emrin? Servisin e ka emrin Autogarazh Zave. Emri normale Autogarazh, desha qik një emër qik më evropian themi, jo thjesht servis ose autoservis, dhe Zave i mbi emri im.
Logon e ka bërë një shoku im në Italia që merret me këto punët zbukurime të logove dhe ata ma përgatitin. Vazhdojnë Sa në logos. Edhe logo është interesante. Si po ecën pra sa koke që ka hapur servisin? Servisi është hapur ka filluar punën në tetor të 2025-s dhe deri tani jam goxha i kënaqur. Por a e ka bërë Mario zgjedhjen e dur për t'u rikthyer në Vlorë? Tregon se puna ka nisur mirë dhe mbar. Mundim ka shumë në fakt, se edhe mentaliteti këtu është ndryshe në bazën e sistemit evropian, po në përgjithësi jam shumë i kënaqur. Po tentojmë po punojmë shumë mirë të ndërtojmë një klientelë dhe deri tani jam shumë i kënaqur për punën që kam bërë. Ka edhe shumë punë për të bërë, se s'kemi plusuar akoma vitin, po megjithatë jemi shumë të kënaqur dhe jam i kënaqur për zgjedhjen që kam bërë, që u ktheva në Dhe çfarë ke si ndryshe në këtë servis? Pra çfarë ka ndryshe ky servis nga shumë të tjerë që janë në Vlorë? Ne si punime bëjmë patjetër punime gjenerike, elektrauti, si mbase edhe shumë servise tjera. Shërbimet kryesore që mbase mund të jetë çik ndryshimi, sot është një autodiagnozë, po e certifikuar dhe profesionale. Autodiagnozë që e kam lënë andej me kosto të larta dhe me një abonim vjetor që t'jep edhe disa shërbime për një diagnostifikim sa më korrekt dhe të saktë të makinës. E dim që sot makinat janë gjithmonë më teknologjike dhe një diagnostifikim i bërë në mënyrë profesionale bën pothuajse 80% të punës. Se të ndrosh pjesë, dim të ndrojmë gjithë. Të diagnostifikojmë, të gjejmë problemin është shumë e vështirë dhe gjithmonë do jetë më shumë me makinat e reja që përdalim. Dhe ndërkohë ju kryeni gjitha shërbimet e Po, patjetër. Elektrauto gjenerike, mbushje kondicioneri, rregullim ku ka rrjedhjen e gazit kondicionerit, diagnostifikimi profesionalizuar. Bëjmë dhe, si shikoni edhe aty, ndrim partikulari, digjet partikulari që nuk bën më punën e vet, ne nuk e çpojmë, nuk e lajmë, po ndrojmë pjesë, bëjmë pjesë të re, që edhe respektojmë mjedisin, ambientin, edhe makina punon në mënyrë prapë perfekte. Atëherë këtu në sallën ku bëhet diagnostifikimi I automjetit. Mund të na plisni më gjerësisht? Po, ne fillojmë faza e parë çdo automjet që futet në servis, faza e parë që bëjmë është diagnostifikimi me kompjuterin Texa. Kjo është një pajisje shumë e mirë që përdoret në për autoserviset në gjithë Evropën në fakt. Ne lidhemi me pajisjen, ka një pajisje që lidhet te fishi I automjetit dhe pastaj ne lidhemi direkt te lista. Këtu kemi gjithë listën e automjeteve, ku janë gjitha emrat më të famshme të gjithë botës. Madje kjo lista gjithmonë me azhornimet që ka edhe paketa e abonimit, ke gjithmonë modelet e reja që muaj për muaj ose vit për vit që dalin, I ke gjithmonë gati këtu. Me të gjitha edhe shërbimet ekstra si impiantet elektrike, si mund të fshihet shërbimi, të gjitha gjërat ekstra përveç edhe diagnostifikimit, që mund të më ndihmojë mua në riparimin e automjetit. Në këtë rast lidhemi te ky automjet, gjejmë markën, futemi brenda me modelin dhe fillon lidhja në paketën e motorit. Në këtu ne na del një listë tani me gjithë gabimet ose problematikat që mund të kemë.
mund të ketë makina. Na kjo fillojmë, së çdo gabim ka disa kode, që janë kodet që klasifikojnë tipologjinë e gabimit, dhe na kjo gjë pastaj ne lidhemi te skemat elektrik që ka vetë kjo diagnostifikimi, që më ndihmojnë mua të kuptoj cili është problemi. A ka, ta themi një shembull, një injektor, një turbinë, një valvole GR, ose një humbi ajri, pa patur problem pjesa, po ndonjë problem që është çarë në një tub, në një gjë tjetër. Dhe kështu ne dim si të veprojmë, po nuk punojmë kur pa këtë. Kjo është faza e parë, pastaj vemi te faza e dytë që është ndrimi i pjesës nëse nevojitet. Krahas suksesit profesional, Mario Zanaj ka krijuar edhe familjen e tij. Së fundmi ai është fejuar me desarën. Ai e konsideron rikthimin në Shqipëri si një hap të rëndësishëm, jo vetëm për karrierën, por edhe për jetën personale. Duke ndërtuar një biznes të konsoliduar, dhe që edhe të ndërtoja një familje të konsoliduar, dhe kam pat fat që kam njohur një njeri këtu edhe ka pak kohë që jam fejuar po. Mario Zanaj përcjell edhe një mesazh për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, duke inkurajuar të shohin mundësitë që ofron Shqipëria dhe të mendojnë për rikthimin e tyre. I bëj thirrje të gjithëve që janë jashtë shtetit që kanë base një ide biznesi, një punë që nevojitet tu që ka mungesë, të kthehen se standardet janë shumë të mira. Punë ka goxha, ekonomia është në njëna ekonomitë base më shumë në rritje në gjithë shtetet që janë në zhvillim në Evropë, dhe ardhmja jonë dihet që është në Evropë, kështu që patjetër më mirë ta kaloj jetën time në vendin tim se sa të ri gjithë kohën jashtë shtetit në vende tjera. Kështu që patjetër që jam shumë i kënaqur dhe i bëj thirrje të gjithëve ta shijojnë që këtë Shqipërinë tonë që jemi larguar para shumë vitesh edhe të kthehemi prapë në atë. Përvoja e fituar jashtë vendit e kombinuar me mundësitë që po krijojnë në Shqipëri, mund të shërbejnë për zhvillimin e mëtejshëm të vendit tonë dhe për ndërtimin e historive të reja të suksesit. Sot, Mario Zanaj është një nga shembujt pozitiv të rinjve shqiptar që u formua jashtë vendit dhe zgjodhi të investojnë atje. Ai beson se çdo përvojë jashtë kufive është një pasuri që mund të kthehet në vlerë për Shqipërinë. Historia e Mario Zanajt është më shumë se rrëfimi një sipërmarrësi, është dëshmi e fuqisë së përkushtimit dhe e lidhjes me rrënjët. Pas 3 dekadash në Itali, ai vendosi t'i jap Vlorës atë që ajo i dha dikur, një fillim të ri.